Gjatë ditës së sotme u regjistrua një tjetër aksident në autostradën Lushnjë-Fier në kilometrin e 6 pranë kryqëzimit të pushimit të shoferit. Një automjet tip Toyota goditi nga pas një kamion duke lënë të plagosur drejtuesin 40 vjeçar të automjetit, i cili u transportua me ambulancë në spitalin e Lushnjës. Përplasja shkaktoi radhë të gjata automjetesh nga rreth rrotullimi i Savrës deri në vendin e aksidentit. Policia rrugore menaxhoi qarkullimin për normalizimin e trafikut, ndërsa grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes. Kurse dje mbasdite ka ndodhur një aksident fatal në zonën e Vajkanit, ku sipas të dhënave paraprake një motomjet doli nga rruga dhe drejtuesi i tij 34 vjeçari Armando Selmanllari humbi jetën në vendngjarje. Ngjarja u konfirmua nga Drejtoria Vendore e Policisë Fier. Në vendngjarje mbërritën shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.